Grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të mblidhet të shtunën në Pallatin e Kongreseve, ku kryeministri Edi Rama do t'i drejtohet anëtarëve për diskutuar prioritetet dhe agjendën e qeverisë. Mbledhja do të nisë në orën 11 me fjalën e kreut të grupit parlamentar Taulant Balla, ndërsa çdo folës do të ketë 2 minuta kohë për pyetje dhe diskutime. Pjesë e agjendës janë raportimet e drejtoreshës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Lorena Goxhobelli, dhe bashkëkryetari i reformës territoriale Arbian Mazniku. Një sesion i veçantë do t'i dedikohet prezantimit të strategjisë së komunikimit nga Ministria e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, Eriona Ismaili. Mbledhja do të mbyllet me fjalët e kryeministrit Edi Rama dhe kreut të grupit Taulant Balla. 2 ditët e fundit, kryeministri ka zhvilluar takime të veçanta me ministrat në vitën 30. Dje Rama u takua me ministrin e drejtësisë Besford Lamallari, 3 zëvendës ministra Qemal Qefalia, Silva Caka dhe Anisa Ruseti, si dhe drejtorin e komanduar të policisë së shtetit Sokol Bizhga për të diskutuar prioritetet e secilit sektor. Sot kryeministri ka zhvilluar takime me zëvendës kryeministren Elpana Koçiu, ministrin e shtetit për pushtetin vendor Ervin Demo dhe ministrin e shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Eriona Ismaili, në vazhdim të koordinimit të reformave dhe agjendës qeveritare.